Mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit, zani Shqipi Kuranit në rubrikën Shkurte Shqip me Kuran. Rini deri në fund me zanin e Tim Shkupit dhe mos harroni të abononi në kanalin e tij duke klikuar butonin subscribe dhe këmbanën për videot më të reja. Ky thot Kurani pas ka zi shqiptarëve. ta përsëris. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Ta përsëris edhe një herë. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Krejt është në rregull. Ky është vetë mjerimi. Ky nuk është shqiptar. Nuk mundet me qenë shqiptar. Ky llafos shqip. Ky është rrit dhe është edukuesi anti-shqiptar. Tani keni me thonë ti je nacionalist. Jo. A kanë të drejtë shqiptarët me marrë informacionin e saktë si është në Kur'an? A janë shqiptarët qytetarë? Qytetarë një vendit, një shteti? Po. Jo. Që keni dyshim, që keni dilema, që vuani dhe jeni në hipnozën kolektive, ju që mendoni se besoni, ju që mendoni se duhet me shku në xhami. Krejt është në rregull. Nuk ki nevoj me qenë shqiptar së unë, nuk ki nevoj me qenë si Xhezi, nuk ki nevoj me qenë si Tim Shkupi, nuk ki nevoj me qenë si Musa. Mirë po, si qytetar ki të drejt me marrë informatën e saktë, me po se ky të merr në qafë. Po flasë, ku ti do me besu, nëse ti do me besu në Zotin, jo, do me besu në Kur'an. Çka është fjala Kur'an? Fjala Kur'an, për herë të parë, përmendet te ajeti 185 të surja e dytë, surja Al-Baqara. Shehru, Ramadan. Ramazani është një muaj. Që unzile, zëja është në mes, unzile, ka zbrit. Kurani. Vjen pastaj huden. Udhëzim me informacione. Linnas, për njerëz. Ta shohim, a janë shqiptarët njerëz? Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Ke mohon ajetin e Kuranit, ajetin 185 dhe të gjitha ajetet e tjera, që Kurani është udhëzim për njerëzit dhe shqiptarët janë njerëz, sikur të gjithë të tjerët, këta mohon qenjën biologjike. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Pastaj, librat, kitabat, shkrimet, informacionet në Kur'an janë për njerëzit e devotshëm, nuk janë as për shqiptar, as për angles, as për amerikan, as për rus, as për sërb, janë për njerëzit devotshëm që dojnë me marrë informacione dhe jo për identitete politike ose identitete të ashtu të quajtura kushtimisht fetare. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. A e kuptoni sa është e rëndësishme kjo punë? A e kuptoni se ky është punëtor i Islamska Zajednicës, çerdhës anti-shqiptarisë, çerdhës ku rekruton terroristë të rinj në Maqedoni kundër shqiptarisë? A keni idenë se çka të ndodha ju? Ky na mohon qenjën tonë biologjike. Ky nuk i pranon shqiptarët që janë njerëz. Ky largon shqiptarinë dhe shqiptarët që janë njerëz. Dëgjoni edhe një herë. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Ke mohon ajetin e Kuranit, ajetin 185 dhe të gjitha ajetet e tjera, që Kurani është udhëzim për njerëzit dhe shqiptarët janë njerëz, sikur të gjithë të tjerët, këta mohon qenjën biologjike. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Kurani pas ka zi shqiptarëve. Ju lutem. Unë e di që këtë tani jetën të vdesë ka më mbajt men mu. Pse pa pos kur farë zori, kur farë presioni,
ushtë me një njeri që nuk mirët me ta. Shumë palace që kanë dalë tash në për TikTok-a, në për Facebook-a. Shumë palace që kanë dalë tash në për TikTok-a, në për Facebook-a. Shumë palace që kanë dalë tash në për TikTok-a, në për Facebook-a. Janë shtuar shumë në për TikTok. Shumë njerëz që flasin për fe e s'do me e ditë, ndërkohë që nuk kanë asnjë lloj arsimimi. Puna e këtij të Shkupit, ky ja kanë gjetë emrin, gomar edhe po të fluturojë. Të ndëruar, si që dini, unë Tim Shkupi nuk kam TikTok, nuk e përdori TikTokin. Vjen shumë keq, e di se shumë njerëz më shkruajnë atje, të gjithë ata që e përdorin TikTokin, unë i përshëndes nga zemra, por unë Tim Shkupi nuk e përdori TikTokin për momentin, nuk e di pse, thjesht vetëm për shkak pse është platformë kineze. Kështu që nuk e përdori edhe Telegramin, pse është platformë ruse. Tani, a baj mirë apo keq, nuk e di. Shumica e njerëzve, miqve të me, shokëve të me, kanë thonë me përdor TikTokin, po nuk e përdori. Ata të cilët e përdorin TikTokun, ju kanë tregu se ne jemi vetëm ndjekësa të shkollës së Tim Shkupit. Unë nuk përdori TikTok, nuk kam nevojë, po siç e shoh, rritja e volumit, trafikut, klikimeve që bëhen në për TikTok për shkëputjet e mia që i marrin njerëzit, në këtë rast shqiptarët, që janë me shkollën e Tim Shkupit, nga zemra i përshëndes gjithë, ju uroj shëndet dhe jeni në rrugën e ndriçuar, në rrugën e Ilahit, dhe bëni thirrje ata të cilët nuk duan të pendohen Zotit t'u afshi famën, t'u angatroj këmbë atje ku janë. Nëse dikush ka histori të lidhur me xhaminë e Yahya Poshës, është familja eme. Dhe fisi im. Dhe dim saktësisht në atë xhami çdo herë ka funksionu në ish sistemin UDBA. Sot nuk është UDBA në ato parametre, po sot ka parametra tjera. Unë habitna, pse keme sënmu shqiptarin, shkau t'i bosh shqiptaria. Pse keme ndonë që shqiptarët nuk janë njerëzi. Nuk i nevoj me qenë shqiptarë si Musa, si Timi, si Gjergji. Ki nevoj me pranu të vërtetën. Mos jetë si qytetar. Dhe jo më na sulmu qenjën tonë biologjike. Kurse ky në xhamin, në një lagje ku është plot e përplot e getoizume, e larguar nga ajo çka do të me qenë jetë moderne, jetë avancume, ki ta sulmon qenjën biologjike, ki sulmon shqiptar, ki sulmon mbi 7 milion shqiptar, thot që nuk janë njerëz. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Ke mohon ajetin e Kuranit, ajetin 185 dhe të gjitha ajetet e tjera, që Kurani është udhëzim për njerëzit dhe shqiptarët janë njerëz, sikur të gjithë të tjerët, kita mohon qenjën biologjike. Shumë palace që kanë dalë tash në për TikTok-a, në për Facebook-a. Ti je shumë i ri, ti nuk i dije, ti nuk i informacion, ti ke tradhtu nga tishmërinë tonë, ti ke tradhtu Kuranin tanë. Ty do të më të largu muslimant prej atyshit. Muslimant, jo shqiptarët. Shqiptarët s'mirën me ty. Shqiptarët kanë targete tjera. Shqiptarët janë me Tim Shkupin dhe jemi shumë. Kemi me Tërbesh, me Turq, me Rom, në xhaminë e Yahya Poshës. Ty i sulmu shqiptar, ti anti-shqiptar i vogël. Në vitin 2024, jashtë gjithë idealeve të mia me ndëgju në Shkup një person nga një vend që më tonë të jetë shtëpia e Zotit, që do të jetë shtëpia e paqdashis, ki u amohon qenjën biologjike shqiptare. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Thot, Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. të nderuar shqiptar, motra e vëllezër, për herë të parë do t'i drejtohem edhe atyre që kanë dëshirë dhe qef ndjehen musliman. Se ata janë njerëz, kanë të drejtë me marrë frymë. Hulumtoni
Gjithandej, ma gjeni një ajet, jo ajet s'ka më falni, ma gjeni një hadith që aktualizojnë hadithet. Ma gjeni një djetor se këto shumica kanë fejnë me djetor, ka thonë ke, ka thonë aj, që thot dikun se Kurani ka zbrit në gjuhën e arabëve, në gjuhën e arabishtës. Ma gjeni një ajet të Kuranit. Ta ne keni kuptu ajetin dytë të surja Jusuf. Kur'anën arabien, kjo arabien nuk e themon, e thot Siriani, e thojnë të gjithë. Ka kuptimin asoj që është e plot, e përkryer dhe nuk ka kurfar në mësirë. إذا كلمة عربيا في النص القرآني تعني الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص. طيب، طبعا هذا غير موجود في قواميس اللغة العربية. من هنا نعود للنقطة الأولى. نحن إن اعتبرنا قواميس اللغة العربية حجة على القرآن لن نصل إلى شيء. Se ka situar njerëzimin me gjuhën e arabe dhe nuk një tjetër përveç se gjuhës arabe. Se Allah e ka sfidu njerëzimin me arabisht. Ti vendos vetë. A dosh me shku të ke, me nejtë ofër ti, apo dosh me ikë për ti? Unë e iki, valla. Unë e iki. Zdu sytë mi apo. Edhe vllame, po sytë zdu mi apo. Si kjo është helace. Helace i ka punë dynjo, edhe helace kam i pas punë podën tjetër, se kur t'ja preksh lirin privatsin njerëzve, edhe kur t'a tradhtosh fjalën e Zotit, është katastrofë. Shumë palace që kanë dalë tash në për TikTok-a, në për Facebook-a. Abe, edhe unë kum punu pak, por unë nuk e di që edhe spionët kër i kum pas në xhami nuk i kum sulmu, kum ditë me respektu. Për hir të asaj që perceptimi jem ka qenë se xhamia është shtëpi e Zotit, do të me qenë njerëzit e ndeshëm, të morashëm, mos me kriju konflikte. E keni qartë jo, të vetë më thirrje që e kum bo në 94-ën, kum thonë Zot, bane helaç Kiren dhe Fërshkovskin dhe Zoti e pranoi thirrjen tëmbe dhe në vitin 1994 Kiro Gligorovet, presidentit Maqedonisë, i bon atentat. Bashkoa në këtë me di. Qilo ke gabu shumë që më ka ofendu në xhami. Shumë palace që kanë dalë tash në për TikTok-a, në për Facebook-a. E sheni, unë nuk jam brenda 4 mureve në xhami, unë jam në natyrë, jam këtu në Pasmeos, Saravia. Moshatari i këti qyli, është pronari Saravios, thonë kushton dikon 35 milionera. Kurse ki, në xhami, brenda xhamisë që konsiderohet jetë shtëpi e Zotit, shtëpi e paqes. Aty tjetë paqdashësia në rand parë. Të folën fjalë të mira, ki ofendon di bashkë qytetar, nuk po tham, se nuk kemi të një kumbit. Se ajo është anti-shqiptar, me atë çka deklaron, unë e konsideroj si musliman, për le të rrija aty si musliman, dhe mos shfaqje gjuhën e urrëties ka zgjat prej xhamisë, prej tempullit. Ma mirë dalë në natyrë kështu si unë, dhe në të na sulmoje, dhe në ta kallëzoje urrëtjen që e ka, po jo në xhami, se xhamia janë në kuadër të Islamska zajednicës. Prandaj Islamska zajednica është çerdhe anti-shqiptarisë, çerdhe e terrorizmit kundër shqiptarëve. Shumë palace që kanë dalë tash në për TikTok-a, në për Facebook-a. Keni me thonë tim, a ja vlen bara qiron unë më marë me një njerit të regrutuar të llojit të këtij, të sojit të këtij. Unë e hap tazi po them, je musliman, rri musliman, po mos ofendo. Unë edhe me gabu jam në rrugë. Unë edhe me gabu jam jashtë. Unë edhe me gabu nuk thirrin njerëzit me dhon fitra, nuk thirrin njerëzit me dhon zeqat, nuk thirrin njerëzit mi çun numre, nuk thirrin njerëzit mi çun siri me vdek për Allah. Unë jam në rrugë, jam qytetar i lirë, sikur çdo qytetar të jetën. A sheni sa keq i kemi punë ne? Ki nuk guxon më marrë me mu. Po nuk e di pse sulmon një qytetar të shtetit të Maqedonisë,
veriore. Unë asnjëherë nuk kom pretendu që Shkupi është i shqiptarëve. Se për me qenë i shqiptarëve do të me funksionu si qytet shqiptar. Kurse ky, në xhamien ku gravitojnë shqiptar, që quhen musliman, që unë kam një respekt, se po baj luftë edhe për drejtat e tyne. Kje mohon qenjën e tyne biologjike. Dhe ky thot të kundërtën çka e thot Zoti, të kundërtën çka e thot informacioni i Kuranit. Kurani ka zbrit për njerëz. Dhe ky u amohon shqiptarëve njerëzillëkin. Ky thot se nuk janë shqiptar njerëz. Pse e banket? Pse është i regrutu? A di ki me bo një dokumentar me fakte, me prova, me argumentacion? Jo, si kjo është i programum i tillë, kjo është ardhacak në Shkup. Unë e kum lind në lagjën e Serovës. Unë nuk baj si gabime me ja prek njeriu të lirin dhe drejtën dhe privatësinë. Apo e shesa keq i kanë punë shqiptarët, por edhe muslimanët. S'kan drejta. To u amohojnë drejtat muslimanëve tyne. Kjo është punëtor islam Skazajnicës, që erdhës së anti-shqiptarisë. Jo rasisht medresja, velika medresja e Krolit ka qenë Shkup. Jo çdo gjotë që është projektu prej Beogradit provat. Dhe testet i kanë bërë në Maqedoni. Këto 100 vjet e fundit. Unë e di që është vështirë të shprogramohemi. Prandaj po i baj këto reagime që të shprogramohemi. Ky duhet me dalë sa më parë me kërku falje edhe me këshirë punët e veta si musliman. Unë këtë nuk e pranoj në grupin tem. Unë mund të respektoj si bashkëqytetar, po nuk e pranoj si shqiptar. Kur të bet jeda Abi Lahebin Watab nuk e pranoj këtë si shqiptar. Se nuk ka pas zarë, ke konsideron xhamien security control room, dhoma e sigurisë kontrollit. Por edhe në dhomën e sigurisë kontrollit, personat që punojnë aty janë besimtar, nuk guxojnë me prek privatësinë e njerëzve, kurse ki prej xhamisë ai poshës mundot me prek privatësinë e të tjerëve që ka bojnë në rrjetet sociale, në jetën e tyre të lirë. Tim Shkupi, shokët e Tim Shkupit, shqiptarësit Tim Shkupi nuk mirën me këtë sport, nuk gravitojnë për xhamia. A e pa çfarë ndodhi në xhamin e Ahmet Kalas. Kini me por edhe gjëra akoma më të çuditshme. To muajt në vijim dhe vitet në vijim. Nuk më kanë lënë mend kur më thonë se xhamiat nuk përfasojnë Zotin në tokë, as kishat. Ate janë për t'i mashtru njerëzit. Prandaj, unë nuk e di. Ka vite tëra që nuk gravitojnë xhami. As në kishë. Jam shumë mirë, shumë bukur. Po me do një pishpirik, më na sulmu qenjën tonë biologjike. Më na largu prej asoj që ka është njerëzim, të herë ku jetojmë ne. Këtë dohet mu përgjeq para drejtësisë. Me kallëzu pse e mohon qenjën biologjike të shqiptarëve në Maqedoni. Pse? Çfarë zori ka? Gjitha pista qojnë se ki është një njeri i regrutum me pak lek. Me qenë imam të xhamia apo të kazerma e sultan për edinim. Ti i ka nik xhamatin. Dashta, po më thojnë që i ka nik. Kje ka tradhtu shokin e vetë e ka tradhtu. Për çka? Për lek, për pare. Këto grupet e këtyne nuk e qenë mirë në dërmit njëri tjetrit, po nes mirëmi me ta. Mirë po këto janë thithsa të ajrit shqiptarve. Këto mirën me lirinë e shqiptarve jashtë xhamijave. Unë ju këmë thonë, rinin xhamia, vidot, bani, po mos i publikoni mi po njerëzit. Se unë shturp shka shojnë njerëzit për juve. Mirë po kur dilsh në si përfaqe gjërë, ku edhe të tjerët janë aty, normal ki mundesh që dikush si unë, thot nuk jam si ti, nuk jam si soji yt, as nuk du mu konë si soji yt, as nuk du mu ma kallëzu ti, një fjallë, një referencë, ti, kër e trahton librin tanë, që i thirës tanë, në Kuranin e trahton, Kër ta trahtojsh Kuranin, është krejt e logjikshme natyrshme që keme gabu, jenë të kuqen. Thotën nuk jam hoxhi muslimane, po kush ka thonë që i hoxhi muslimane? Hoxh Tim Shkupi. Qëri ki?
Unë habit nga bre. Nuk e di kur jam konë për herë të fundit njahja poshtë në xhami. Asgjë, shkoj, asgjë lodhi menëm për xhami. Këtë dhot hoxh i shqiptarëve. Nuk jam hoxh i shqiptarëve. Shqiptarët po më thirrin imami i shqiptarëve. Imam jam. Kurse për hoxhallarët jam baba i hoxhallarët. Unë do të jam hoxh i shqiptarëve. Unë do të jam hoxh i shqiptarëve. Unë do të jam hoxh i shqiptarëve. Unë jam hoxh Tim Shkupi. unë jam Hoxh Tim Shkupi. unë jam Hoxh Tim Shkupi. baba i hoxhallarëve. Unë jam baba i hoxhallarëve. A e keni qartë ajo? Bab më kanë thirrë në Kairo, bab më kanë thirrë në Prishtinë. Baba, pse ku mësu, ku punu, nuk e kum desht me shit germën e Kuranit. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Ke mohon ajetin e Kuranit, ajetin 185 dhe të gjitha ajetet e tjera, që Kurani është udhëzim për njerëzit dhe shqiptarët janë njerëz, sikur të gjithë të tjerët, këta mohon qenjën biologjike. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Oj femën, shpin temën, po do me po emën. Veç emnin që ta dho, ka më kon emën i nemën. King, kanë me kitë me ty. Fillimi dej në fund, kurs komunal. Bile deri sot jom gjall, kral kanë me shpall. Ju qa po forru, ju qa po bon. Ta mos për mu veç ti e që ka bon. S'tfoli shumë veç qënë. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve. Kurani pas ka zgjidhur shqiptarëve.